Po Gradeci mirëpriti këtë fundjavë edicionin e Luhnida Fusion Fest, një festival që bashkon aktivitetet sportive, turizmin, kulturën dhe muzikën duke promovuar një prej destinacioneve më të vizituara të vendit. Përgjatë gjithë ditës, vizitorët patën mundësinë të marrin pjesë në aktivitete të ndryshme në liçenin e Ohrit dhe në parkun e Drilonit, ndërsa në mbrëmje atmosfera u zhvendos mes koncerteve me muzikë live. Organizatorët synojnë që përmes këtij festivali të promovojnë jo vetëm bukuritë natyrore të zonës, por dhe turizmin e qëndrueshëm, duke e kthyer aktivitetin në një traditë të përvitshme që tërheq turistë vendas dhe të huaj. Drejtuesja e festivalit Alda Lale shpreh se koncepti i Luhnida Fusion Fest është ndërtuar mbi ndërhyrjen e sportit, argëtimit dhe natyrës, ndërsa zgjedhja e Drilonit nuk është rastësore, pasi konsiderohet një nga hapësirat më të bukura dhe më të investuara së fundmi në Gradec. Çfarë sjell ky festival? Luhnida Fusion Fest është një festival ku ndërturen disa aktivitete. Kemi aktivitete sportive, si shëtitja me vark në liçenin e Ohrit, shëtitja me kanoe në liçenin e Ohrit dhe brenda parkut të Drilonit, kemi ture me biçiklet dhe yoga. Gjithashtu kemi patjetër muzikën, muzika është gjatë ditës në liçenin e Ohrit, ku kemi DJ të ndryshëm, dhe gjithashtu në darkë mbas dite kemi muzikë live tek parku i Drilonit. Zgjodhëm po Gradecin dhe pikërisht Drilonin, sepse është përveç se është një nga parqet më të bukura që ne kemi, është edhe një zonë e rizhvilluar së fundmi. Është rizhvilluar fal mbështetjes nga fondit amerikano-shqiptar të zhvillimit dhe bashkisë Po Gradec sigurisht. Prandaj ne kemi zgjedhur këtë destinacion me qëllim që ta bëjmë çdo vit këtë festival, që të sjellim sa më shumë turistë, jo vetëm vendas edhe të huaj, duke qenë se tashmë është një destinacion që preferohet nga turistët. Një nga aktivitetet që tërhoqi më shumë interes ishte guida me varka përgjatë bregut shqiptar të liçenit të Ohrit. Vizitorët patën mundësinë të njihen me historinë e zonës, biodiversitetin, florën dhe faunën e pasur, si dhe me habitatet e shpendëve dhe specieve të ndryshme të peshqive. Sipas operatorëve turistik, vitet e fundit është rritur ndjeshëm interesi për turizmin ujor dhe për eksperiencat që ofrojnë një mënyrë tjetër për të zbuluar Po Gradecin. Operatori turistik Aleksander Filipi thotë se turistët kërkojnë gjithnjë më shumë guida të organizuara në liçen, duke e bërë këtë sektor një nga atraksionet më të rëndësishme të zonës. Po në pjesën shqiptare të liçenit të Ohrit, ne jemi një agjenci turistike ujore, e licencuar dhe kryejmë disa itinerare të ndryshme për të eksploruar bregun e liçenit tonë. Është diçka e bukur, grupe shoqërore familjare dëshirojnë që të bëjnë edhe guida të ndryshme, pyetje përgjigje, histori, kulturë, liçen, natyrë, të gjitha ofrohen pak a shumë. Njëkohësisht kemi disa itinerare, një nga ata është edhe ky që jemi ne sot, është itinerari Po Gradec Dogane Tushemishtit. Dhe këtu jemi në një habitat shumë të mirë në lidhje me florën dhe me faunën, në të cilët gjejnë atë habitatin e tyre të folezimit të zojshve. Këtu mund të bëjmë birdwatching ose shikimin e zojshve me dylbi, një sport i bukur. Njëkohësisht edhe pjesa nënujore është e mirë, sepse kemi një zonë në të cilën rriten në formë të natyrshme edhe peshqit e ndryshëm që janë këtu, krapi, kleni apo dhe llojet e tjerë të peshqve. Ndërkohë korani me belushkën janë pak më në thellësi. Po edhe vendasit ka një interes shumë të mirë, janë nga qytetet e tjera të cilën kërkojnë një eksperiencë ndryshe, se deri dje ishin vetëm nga pjesa toksore, tani duan edhe pjesën ujore. Pas aktiviteteve sportive dhe turistike, festivali vijoi në mbrëmje me muzikë live në parkun e Drilonit, ku artistët interpretuan përpara 10 pushuesve dhe banorëve të zonës. Organizatorët synojnë që përmes muzikës të krijojnë një atmosferë festive, duke bashkuar vizitorë të gjitha moshave. Këngëtari Gjergj Kaçenari, i cili ishte pjesë e programit artistik, vlerësoi organizimin e festivalit dhe rëndësinë e tij për promovimin e Po Gradecit. Për mua, Po Gradeci është vendi i preferuar, qoftë vi për pushime apo turizëm, qoftë për performuar, sepse kemi pas mundësinë për të bërë disa festivale apo koncerte të tjera. Por Luhnida Fusion Fest është një festival ndryshe me shumë aktivitete për të zhvilluar zonën specifikisht të Drilonit dhe jam shumë i lumtur edhe shpresoj që kjo të kthehet në një traditë. Ne kemi përzgjedhur një repertor pak më të përgjithshëm, duke bërë bashkë të gjithë, po themi brezat që mund të jenë këtu pjesëmarrës, qoftë pushues nga jashtë, qoftë vendas. Kështu që besoj do jetë një mbrëmje mjaft e këndshme edhe ta shijojnë njerëzit.
Me kombinimin e sporteve ujore, aktiviteteve në natyrë dhe muzikës live, Lënida Fusion Fest synon të shndërrohet në një nga eventet më të rëndësishme verore të Pogradecit, duke kontribuar në promovimin e turizmit dhe zhvillimin e qëndrueshëm të zonës, si një destinacion që ofron eksperjenca të larmishme për çdo vizitor.